Dhe falënderimet tona I takojnë Allahut Zotit gjithësisë, se vetëm ai meriton të adhurohet, të shtrihet dora për ndihmë, pse është I vetëm I pashok në krijim, në sundim, në adhurim dhe në gjithçka. Vetëm atë e falënderojmë që na ndihmoi dhe na bashkoi dhe në këtë ditë xumaje, rast që na jepi Madhi Zot për falje dhe për mëshirë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili e kreu mbi ne amanetin e Zotit, e këndoi mbi ne Kur'anin dhe na I drejtoi zemrat me Kur'an, që është dallues I të vërtetës nga shtrembrat deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu na drejtohet në Kur'anin e Madhërueshëm dhe thot: O ju që keni besu, keni frikë Zotin, vazhdimisht, pa ndalu asnjëherë, dhe mas t'ju dhënjë I minuti I funit vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun, në zemër, në gjuhë, në gojë, në trupat dhe në shpirtet të tonë. Allahu xhelle xhelalu na sjell ajetin e Kur'anit dhe thot: O ju që keni besu, keni kujdes, o ju njerëz keni kujdes, sepse gjithë ju jeni prej një njeriu të vetëm, dhe prej atij njeriu ai krijoi nonën, bashkëshortën e tij, nonën e gjithë njerëzimit, dhe prej atyre dyve u shtuan shumë burra dhe gra. Pra prejardhje e njëjtë e të gjithë njerëzve. Pra keni kujdes, ruajeni njëri tjetrin, ruajeni veten, ruajeni farafisin, që kështu Allahu t'u doj, edhe t'ju mbrojë, t'ju mëshirojë. Vëllezër besimtarë dhe ju besimtare, lut Zotin që inshallah të na falë, na mëshirojë gjithë ne që jemi këto sot. Dy fjalë lidhur për bashkëshortet sot, apo dy fjalë për t'ju tregu ju se kush është gruaja më e mirë në botë. Vazhdimisht kemi folë edhe për burrat. Allahu xhelle xhelalu ka sjellë ajete shumë për burrat, por shumë edhe për gratë. I lavdron edhe gratë. Apo dy kapituj janë apostafat që flasin. Dhe jo pa qëllim e sollëm këtë temë sot, pra cila është gruaja më e mirë në botë. Dhe normalisht ne e masim me, jo me standardet që e masin këto sot. Bota e ashtu qujtër që I thonë e qytetrume, se normalisht është e shkatrume, si dohet gjo kërkujt. Për ne dom këtë standard për ne, për fëmijët e tonë, për të gjetë ne gruan më të mirë në botë. Dhe ne e marrim aty ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu I ka një 3-4 gjona në këtë botë, ai ka siguru lumturinë, mirësinë, begatinë, qetësinë e kësaj bote dhe të ahiretit. Nëse I qëllon, thot që Allahu xhelle xhelalu I ka dhënë, thot, një grup të mirë. Dhe me grup të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sqaron. Pra nga pikpamja e vlerësimit që I bëjnë bota sot një gruaje të mirë, ata e shohin vetëm nga pamja jashtme. Mirë, po veniten këto pamjet e jashtme, mbarojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë një gruaje e cila fal namaz, agjeron Ramazan, respekton bashkëshortin e saj, ruan nderin e atij e të vetin, pasurinë e atij, në ditën e gjykimit do t'i thuhet futu nga cilat derë dush e xhenetit. Ky është standardi që ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Nërsa djemë të ri, i këshilloi dhe tha, keni kujdes ta kur shkoni për të gjetë një vajzë. Ate tha zakonisht e marrin 3 variante, ose e martojnë tha 3 gjona. E marton tha bukuria e saj, pasuria e saj, prejardhja e saj, feja e saj. Ju tha, leni këto 3 të parat, bukurin, apo pasurinë e saj, po merrni këtë 4, besimin e saj. Nëse ka iman, ka besim, mos thuaj që ti që ke prapë mbetme, po merre, çojë në shtëpi pa të pranoj. Për ndryshe, po i pe bukurin, bukuria mund shkatrohet për 6 muaj. Një smundje këne nga fytyra, s'mund të shofsh më. Problemet tjera, ku dynë sa dush ka, po zgjidh imanin asaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të keni shumë rahatlek, shumë qetësi, tha, nëse ju qëllon, tha, i komshi i mirë. Nëse të ka dhënë Zoti një shtëpi të mirë, të ka mundësuar me ndërtu. Krejtësisht normale, e lejuar me ndërtu, edhe me shiju më në të nda. I shtëpi të mirë, të ka qëlloni i komshi i mirë.